Të nderuar teleshikues, selamu alaikum. Mirë se vini në ciklin tonë të emisioneve më të ri, Familja. Nuk ka dyshim që familja është institucioni më i vjetër i cili ka lindur me lindjen e njerëzimit. Por, nga ana tjetër nuk ka dyshim që moderniteti dhe kohët e reja e kanë kërcënuar shumë këtë institucion i cili është ekzistencial, jo vetëm për racet njerëzore, por dhe për cilësinë e jetesës. Ali Izetbegović ka thënë se arsimi konvencional është një laborator dijesh, por ama familja është edukatori i brezave të së ardhmes. Prandaj dhe Islami e ka imunizuar dhe e ka kuruar çdo kërcënim apo çdo sëmundje e cila i orvatet familjes. Por që ne ta shtjellojmë edhe më tepër se si e trajton Islami këtë çështje, bashkë me në studio është hoxha i nderuar Ahmet Kalaja. Hoxha i nderuar, mirë se erdhët. Mirë se gjetëm. Atëherë, çfarë thot Islami për familjen, Kurani, Suneti dhe më gjërë? Në radhë parë të mendoj shumë e arrirë që të kemi një cikël emision që trajtojnë vetëm familjen. Sepse nga njëherë flitet kështu në notat përgjithshme, flitet në përgjithësi. Dhe shpresoj që ky emision do të jetë një emision i cili e trajton familjen në të gjitha detajet e saj. Edhe për sa i përket rëndësisë, edhe për sa i përket mbrojtjes, edhe për sa i përket mënyrës se si formohet, por edhe të gjitha detajet që përbëjnë familjen. Pra, do të mundohemi inshallah me shpresë Zotit në këtë cikël emisionësh, domethënë të trajtojmë familjen në të gjitha dimensionet e saj, të japim le të themi atë që se çfarë ofron Islami dhe si Islami ka ndikuar në mbrojtjen e familjes. Dhe pse Islami sheh me kaq le të themi me kaq seriozitet dhe kaq rigorozitet çështjen e familjes. Familja në Islam fillon siç e përmendët ju me njeriu e parë, me Ademin alayhis salam. Zoti i Madh krijoi bashkë me të bashortën e tij. Pra, familja e ka origjinën nga xheneti. Vetëm ky fakt mjafton për të kuptuar se familja është burimi më i rëndësishëm i qetësisë, i prehjes dhe i rehatisë. Pra diçka e ardhur nga xheneti në tokë. Pra familja është diçka që na ka ardhur nga parajsa, nga xheneti në tokë. Kështu që ne domethënë duhet ta mbajmë, duhet ta ruajmë dhe nëse duam pak aromë xhenetit në jetën e kësaj bote, aromë parajse në jetën e kësaj bote, atëherë le t'i kushtojmë rëndësi familjes. Për këtë arsye në Islam është kushtuar rëndësi e veçantë, për këtë arsye kemi një sure në Kur'an, pra një kapitull që ka emrin Familja e Imranit, ku e veçanta e kësaj familje është se ka qenë një familje shumë e përkushtuar ndaj Zotit, po edhe një familje ku të gjithë anëtarët gëzonin gjithë secili rolin e vet, pra një familje siç patriarkale, siç i mësuar të themi, një familje ku domethënë ishte gjyshi, gjyshja, ishte dhëndri, ishte nusja, ishin niprit dhe ishin mbesat. Pra një familje e kompletuar. Sikur po na thot Zoti i Madh, domethënë besimtarët që kanë dhënë besën Zotit, që jetojnë sipas domethënë ligjeve të Zotit, duhet patjetër të orientohen tek familja. Pra shkon natyrshëm besimi në Zot, të jetuarit me ligjet dhe me rregullat e Zotit, shkon natyrshëm tek krijimi i familjes. Për këtë arsye domethënë konsiderohet rrethi i parë i njeriu ose brezi i parë, ose konsiderohet le të themi streha e parë, nga aty fillon gjithçka, nga aty formohet gjithçka, nga aty njeriu merr le të themi merr formimin e plotë të karakterit të tij. Për këtë arsye, një familje e mirë, një familje e konsoliduar, një familje e rritur në norma, një familje e cila është zhvilluar në vlera, pa dyshim se individët që do të vinë nga kjo familje do të jenë jo vetëm dobishëm për familjen dhe për ruajtjen e kësaj familje dhe për mbarvajtjen e saj, por do të jenë le të themi do të jenë çelësa pozitiv dhe produktiv për shoqërinë mbar. Domethënë njerëzit të cilët kanë ndryshuar le të themi rrjedhën e historive kanë qenë individ, po individ të dalë nga familje të cilat kanë pas domethënë një taban, siç e themi në gjuhën më popullore, një taban të shëndetshëm, një etalon matës i suksesit. Absolutisht, dhe ka ndikuar kjo. Për këtë arsye, siç e përmendëm pra, e gjejmë që Islami kësaj pjese i ka kushtuar shumë rëndësi. Fjala aile apo fjala el-ahl apo fjala el-usra, të gjitha këto domethënë vinë me kuptimin
e familjes, po gjithsecila le të themi merr një kuptim disi më vete. Për shembull, kur vjen tek el usra, do të thonë vjen nga shërbimi. Pra, çdo antar i familjes është shërbim njëri tjetrit. Kur vjen tek fjala aile, do të thonë njeriu mbetet i dobët dhe do të jetë i varfër, le të themi, nëse ai nuk ka mbështetjen e familjes, pra ka nevojë për mbështetje, pra mbështesim njëri tjetrin. Vim tek fjala ehl, që domethënë le të themi për prej kuptimeve që merr fjala, domethënë është njeriu ndihet i lumtur dhe gëzohet kur ka domethënë gëzimi i vërtet dhe lumturia e vërtetë e njeriu fillon pikërisht në familjen e tij. Pra, shërbimi, mbështetja dhe lumturia buron pikërisht burimin e vërtetë ka nga për këtë arsye edhe në botën le të themi laike, njëri i cili ka një familje të çoroditur nuk shihet në sy pozitiviteti për të qenë lider, për të qenë udhëheqës, për të qenë njerëzit në përgjithësi çfarë bëjnë kur duan të marrin dikën punë apo kur duhet ta punsojnë apo nëse do të futet politikës apo shohin ndër të tjera shohin edhe CV-n e tij dhe shohin suksesin e tij në familje. Pra një i cili është i çoroditur dhe s'ka arritur të ketë sukses në këtë grupim kaq të vogël njerëzish, në grupimin më të vogël njerëzish që janë edhe lidhjet e gjakut dhe ndjenjat dhe gjithçka brenda, atëherë ky njeri nuk mund të jetë dikushi për të qenë lider, për të qenë dikushi në jetë. Pra ka të bëj shumë. Ajo që thot populli, kush është haram shtëpis mund të jetë halal në rrugë. Ka një shprehje bukur. Krijimi i familjes sipas dispozitave të Islamit, a është detyrim, sepse sot jetojmë në një epokë ku njerëzit në emër të karrierizmit thot pse ta marr përsipër këtë barë? Çfarë dispozite ka krijimi i familjes? Po, është vërtet, ne fatkeqësisht dhe fatmirësisht se është në të njëjtën kohë, domethënë i ka të dyja brenda, fatkeqësisht me kuptimin se sulmi dhe dëshira për ta çmontuar familjen është trend. Pra jetojmë një kohë postmoderniste që si më thënë çmontimi i familjes dhe i nxjerrjes në rrugë, në thonjza pra të antarëve të familjes, të individëve të familjes është duke u kthyer në synim. Dhe jemi fatlum që ne jemi tek kjo pjesa le të themi e mbrojtjes, tek pjesa e ruajtjes, tek pjesa e konservatorizmit që familja prit Allah se familja është gjëja më e rëndësishme, po na ikut e familja nga duart do të thotë se shoqëria ka marrë fund. Për këtë arsye domethënë feja dhe besimi në një nga le të themi synimet e veta dhe qëllimet e veta ka familjen, mbrojtjen e familjes, ruajtjen e familjes, madje një familje e shëndetshme është tregues i një besimi të mirë dhe një besimi të suksesshëm. Dhe shturja apo shkatrimi apo humbja e familjes normalisht kur janë brenda le flasim hapësirave dhe mundësive se ka gjëra që nuk janë në mundësinë e njeriut, po flasim për normalitetin. Atëherë Islami e ka konsideruar krijimin e familjes si normë natyrshmërie. Zoti thot në Kur'an, çdo profeti i kemi lënë një familje. Pra sikur po na thot, ju që mendoni se po ndiqni rrugën e profetëve, duhet krijoni familje. Për këtë arsye ne themi, ata të cilët në emër të fesë pretendojnë se nuk duhet të krijojnë familje, që t'i përkushtohemi Zotit, themi këto nuk kanë lidhje me Islamin. Pse? Se njeriu më i përkushtuar ndaj Zotit dhe njeriu që ka pas misionin më të rënd në historinë e njerëzimit është profeti Muhammed. Po pse edhe profetët e tjerë? Dakor, edhe profetët e tjerë, po ama ky ka qenë i fundit. Dhe ky, domethënë misioni i tij nuk kishte më ripërtëritje, nuk kishte më dikush tjetër që mund të bënte rregullime. Ky ishte i fundit. Dhe misioni i tij ka qenë misioni më i vështirë. Inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Ty do të japim dhe do të inspirojmë një fjalë e cila ka peshë shumë të madhe. Të shtrit përmbar njerëzimin pas tij. Si tha Khadijës, Khadija tha dhahaba ahadun nawm. Khadija mbas sot tha nuk ka më gjumë për mua, masi i zbriti ky ajet kuranor. Pra dua të them misionin dhe detyrën më të madhe në këtë botë e ka pas profeti alayhis salam. Edhe në raportet e tij me Zotin ka qenë norma më e lartë që mund të mendohet, edhe në raportet e tij në transmetimin e fjalës Zotit ka qenë norma më më e mirë që mund të mendohet. Në të njëjtën kohë ka qenë shembulli më i mirë në familje.
në krijimin e familjes, në ruajtjen e familjes, në raportet e familjes. Pra, çfarë dua të them me këtë që krijimi i familjes nuk bie ndesh me krijuesin, përkundrazi, suksesi në familje është raport i mirë me krijuesin. Për këtë arsye çdo lloj thirrje me farefisnin, që thot kush kënaq farefisnin ka kënaq krijuesin. Ne po flasim tani për diçka shumë më të ngushtë. Islami bile thot siç e thua ti, ka thënë edhe gjakun duhet më mbajt, jo familjen që s'bëhet fjalë, s'diskutohet. Për këtë arsye unë thash domethënë çdo lloj thirrje në emër të fesë dhe të besimit, që ne nuk do të martohemi se të përkushtohemi Zotit e prit. Ti me Islamin, me fenë nuk ke lidhje, sepse ti bie ndesh me profetin alayhis salam. Ose thuaj, unë nuk jam ndjekësi Muhamedit, më pëlqen me qenë musliman, po jo si ndjekësi Muhamedit, të themi ti është zotëni e ke deklaruar vetëm të. Po ti thush vetes musliman, e thush gjë, unë nuk martohem, unë nuk krijoj familje sepse dua të jem vetëm atë i bie ti o ti më i miri, o profeti Muhamedi alayhis salam më i miri. Normalisht që nuk mund bëhet krahasim, atëherë ti e tregove vetë se nuk ke lidhje me fenë e Zotit. Pra e thash këtë për treguar se krijimi i familjes është nevojë, është natyrshmëri, po është edhe besim. Nevojë se njeriu zotëri ka nevojë në një moment caktuar të ketë njerëz rreth e përqark, sepse përndryshe do të kalojnë përbindësh. Njeriu, domethënë, është natyrshmëri, sepse Zoti i Madh ka krijuar njeriu që ka nevojë të ketë një bashkëshortë, ka nevojë të është natyrë njerëzore, nuk mund të dalësh nga natyra njerëzore, që Zoti ka krijuar njeriu. Dhe është fe dhe besim, pse? Sepse ne muslimanët themi, njeriu e tregon veten e tij më së miri në familjen e tij. Pra nuk mund ta njohësh kurrë askënd siç e njeh atë familja e tij. Mirë për jush familjen e tij ka ditë. Pa treguesi kryesor i njeriu është familja e tij. Për këtë arsye dhe Islami i mshon kësaj pjese shumë që muslimanët duhet të krijojnë familje, duhet të lejnë pasardhës në mënyrë që të vazhdojnë, si më thon, atë qëllimin dhe synimin për cilin Zoti i Madh krijoi këtë botë dhe këtë tokë. Arsyeja pse Zoti më krijoi këtë botë dhe këtë tokë është që të ketë njerëz të cilët adhurojnë Zotin, të cilët kujdesen për këtë botë, të cilët, si më thënë, e kanë përgjegjësi mbarvajtjen, krijimin e kushteve më të mira, ruajtjen e këtij amaneti që është kjo botë, kjo tokë e kështu me radhë. Pra, nëse nuk do të ishte familja, nëse nuk do të kishin familje të suksesshme, atëherë gjërat do të shkonin drejt dekadencës. Gjë që ne e shohim shumë në Europë. Çka ka ndodhur? Familjet kanë shkuar drejt hapjes, po një hapje ekstreme dhe një individualizmi i cili fatkeqësisht është futur edhe tek ne, që njerëzit vetëm mjaftohen me veten e tyre. Dhe një le të themi nga problemet kryesore që ka kjo tematik është teknologjia dhe rrjetet sociale. Pra e kanë çuar një lloj, ku e di un, stadi që si hyn puna askush, dhe asgjë, mjafton që të ketë një celular në dorë, është razi, siç përdoret gjuhën popullore, është razi që të ushqet qoftë edhe një herë në ditë. Po pa telefon. Vetëm mos t'i pengohet rrjeti social apo mos t'i pengohet teknologjia. Në fakt në shkencat ekonomike ka një debat kur flitet për taksat ose për marrjen e borxheve, dhe është pjesa e trashëgimisë së huas tek brezat që do të vinë. Pra imagjinoje, kur flasim për punën e paras, imagjinoje se sa rënd është nëse një person, fjala bie, nuk martohet dhe nuk krijon pasardhës, sepse ne jemi sot këtu fal dy prindërve. Dhe minimalisht ndoshta e kemi borxh njerëzimit, minimalisht 2 fëmijë, pra që të ruajmë normën, përndryshe ju përmendet pak, shkojmë ke plagë popullsisë, siç janë në Europë shumë popullsi që po zhduken. Lidhje që doja të bëj edhe që ngrihet pyetja. Jo, ajo që është shumë interesante që më bën përshtypje, domethënë, nga që njeriu e ka nevojë dhe natyrshmërinë njerëzore të ketë një familje, duke qenë se nuk kanë fëmijë, flas për pjesën e Europës, domethënë, çfarë bëjnë? Krijojnë një familje tjetër, që është familja me qen dhe familja me mace apo me kafshë të tjera. Domethënë, unë nuk kam është zëvendësuar. Nuk kam asgjë kundër kafshëve, a kupton? Sepse Islami thotë çdo lloj sadakaje, pra çdo lloj bamirësie që bën ndaj çdo gjallëse ke Zoti të shkruaj sevap. Por pse mos ta bëj unë bamirësinë tek fëmia im? Pse mos të kem unë trashëgimtarët e mi? Pse duhet unë kam parë, domethënë me 4-5 qen. Domethënë e tërhiqnin qen në rrugë. Ndërkohë që mund të kishte shumë mirë fëmijët, niprit dhe mbesat. Gjakun e vet, po. Mos e vërtet. Dhe pyetja që ngret këtu, më duket se ka edhe një hadith, nuk e di sa i saktë është,
pra që nuk e lejon që të bëhet ejakulimi jashtë. Pra, nëse le të themi ne kur nuk martohemi, po bëjmë një atentat, thojnë ndaj brezave të ardhshëm. Pra, po eliminojmë me mos ekzistencë dikë. Dhe ky hadith, a hyn ndoshta ke mëkatet nëse një person nuk krijon familje kur i ka mundësitë? Atëherë, krijimi i familjes në Islam, domethënë ka le të themi dietar le të themi thonë që kalon në 5 faza. Ka momente që është obligim, ka momente që është i pëlqyeshëm sunet, ka momente që është mubah, domethënë i lejuar, dhe ka momente që është mekruh, i papëlqyer, dhe ka momente që është i ndaluar dhe haram. Është obligim kur njeriu ka mundësitë, i ka kushtet, po ka edhe le të themi pjesën e pasionit, e epshit, atëherë në këtë rast thotë është obligim. Nëse i ka kushtet dhe mundësitë, por domethënë nuk është se është aq rënd në pjesën e epshit, atëherë është sunet. Ose për shembull ka pjesën e epshit, por nuk është se i ka mirë kushtet, le të themi, atëherë në këtë rast është sunet. Është e lejuar atëherë kur situata është domethënë nuk është mes. Është e papëlqyer atëherë kur ai mendon se do të bëj padrejtësi dhe është haram, kur njeriu është i sigurt se po të martohet do të bëj padrejtësi ndaj bashkëshortes. Pra, kanë thënë dietarët ligji i martesës, apo sepse kur flasim për familjen, fillon çdo gjë tek martesa, ka thonë kanon në këto 5 ligjet e Islamit. Dhe në fakt ka dhe një hadith ku profeti alayhis salam i nxit, thot martohuni sepse unë me ju krenohem për... Ka 2 hadithe shumë interesante. Hadithi i parë është sa herë shifte çuna të ri. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ulën mesin e tyre dhe ju thoshte: "Ja mashara shabab, o çuna të ri, kush ka mundësi për ju të martohet. Prandaj o çuna të ri, kush ka mundësi për ju të martohet. Mos e lini masdore, mos e lini në harres, sepse në momentin që njeriu kalon 25-ën, fillon dhe humb shijet. Fillon dhe ato fillon dhe bëhet kalon filozofi, fillon edhe sheh gjëra që nuk duhet i shohë. Kështu që sa më shpejt aq më mirë, se nuk duhet vej mosh, se pastaj ka thon hoxha kjo mosh. Por është mirë që mos të vonohet për ata që i kanë kushtet e mundësi. Pra hadithi i parë është: o ju të rinj, kush ka mundësi për ju të martohet. E kush nuk ka mundësi, se mund të jetë kjo, atëherë thotë le ta xhiroj. Sepse jeta është e rrethuar nëse në kohën e pejgamberit alayhis salam ai thoshte martohuni ose agjëroni, nuk e di çfarë duhet të themi ne sot, që është çdo gjë mund të arrihet shumë kollaj. Hadithi i dytë është ai hadithi që ju e përmendët, ku pejgamberi sa nxiste që rinia muslimane të martohet, dhe është hadithi ku pejgamberi alayhis salam thoshte: martohuni, shtohuni, bëni sa më shumë fëmijë, se do të ndjehem mirë unë në botën tjetër kur do t'i shoh juve me familje të mëdha. Pra, edhe vetë profeti alayhis salam, siç kishte një familje shumë të madhe, dëshironte prej nesh që gjithë secili prej nesh të krijonte dhe të kishte një familje të madhe. Madje profeti alayhis salam vetë ai është bërë, siç i themi në gjuhën popullore, shkues ose shkes apo ndërmjetësues në shumë raste. Do të kemi profetin e Zotit, kush ishte profeti i Zotit, dhe misioni i tij ndërhynte për martesë ose vitshin e pyetshin atë martohet me filan apo mos martohet me filan, çfarë këshillën e jep, apo raste që ka ndërhyrë vetë ai, siç është rasti i Beriras, është një rast shumë interesant. Berira ka qenë martuar me një person, edhe në një moment caktuar Berira lirohet nga Aishja, pa Aishja paguan edhe del nga skllavëria. Dhe ajo e lën burrin e vet. Ai smuret, bëhet keq, qante në rrugët e Medines. Dhe shkon lajmi tek profeti alayhis salam. I thot profeti se çfarë ke? Thot profeti i Zotit, thot nuk mund të jetoj dot, thot pa Berirën, pa këtë. Edhe i thot pejgamberi sa Aishës. I thot thirrë, e thret. Edhe fillon të flasi pejgamberi sa. Berira goca pa, po e ngjonte pejgamberin alayhis salam. Tha pejgamberi Zot, ta bëj një pyetje? Tha po. Tha apo ndërhyn ti si njeri për këtë çështje që do na bashkosh edhe një herë, apo e ke nga Zoti? Ka thënë Zoti thuj filan. Jo, tha, unë po flas nga vetja ime. Tha pejgamberi Zotit, nuk bashkohem me të. M'fal,
po nuk bashkohem me të, përdesa s'qeka nga Zoti, përdesa s'pas ka dhënë Zoti urdhër, jo thosë, kam nga Zoti. Pra dua të them, jo vetëm që kanë nxitur pejgamberi selam, jo vetëm që Kur'ani nxit. Ka ndërtuar dhe mos ketë divorce. Bravo, donte që mos ndodh asnjëherë divorci, që mos shkatërrohet familja, sepse ne dim shumë mirë pastaj pasojat që sjell, domethënë pasojat që sjell shkatrimi një familje, divorci etj. Pavarësisht se është diçka e lejuar, por është e lejuar atëherë kur s'ka mbetur më asgjë, edhe atëherë kur bashkimi kthehet në ferr. Qartë. Pra, a mund ta zbresim në aplikimin e këtij hadithi, le të themi, edhe të kombit shqiptar? Pra, a kemi borxh në kombit shqiptar që të kemi shumë pasardhës që ta shtojmë te komb? Ajo që na ka mbajtur neve deri më sot është pikërisht kjo gjëja, sepse kombi shqiptar, pra populli shqiptar. 700.000 kemi qenë diku nga koha Zogut. Pastaj u bë me miliona, pra nga që prindit tan. Po, mos kishte vitalitet, ky popull do të ishim mshuar me kohë. Kështu që është edhe si më thon atdhetari kjo punë. Pra jo vetëm fe dhe besim dhe sevap, po është edhe atdhetari. Edhe unë për Zotin, domethënë, më dhem shpirti kur shoh se vitaliteti ka rënë. Qartë. Vitaliteti ka rënë. Pra ne duhet të jemi shembull, ne duhet të japim shembullin më të mirë. A e dum Zotin fort, a e dum profetin Alaihissalam fort, a dum se vapën botën tjetër. Atëherë, ina në këtu ma ka dëmua atharahum. Ne shkruajmë çfarë keni bërë dhe gjurmët. Fëmijët tanë janë gjurma më e mirë jona për të ardhmen. Dhe nga ana e, le të themi, atdhetarisë, ruajtjes kombit është të bëjmë sa më shumë fëmijë që të ruajmë gjakun, të shtojmë gjakun, sepse nuk dihet se si vjen jeta, dhe në momentin që nuk ka njerëz që kanë gjakun e këtij vendin, ora sado që të marrësh ti mercenar, sado që të marrësh emigrant, nuk e do vendin e vet askush siç e don. Ka brez mas brezi. Ai që ka të vetin, si ta pejgamberi sa për Mekën, tha pasha Zotin, unë e di që je veni më i mirë, më i dashur te Zoti. Unë kurr nuk do dilja prej teje, po mos më kishin nxjerr. Pra dashuria për Mekën mbeti e fshehur dhe domethënë në brendsinë e tij alayhi salatu wassalam. Kështu që kjo është domethënë edhe feja na orienton për këtë, edhe nëse e duam atë dhënë fort. Kjo na çon tek familja, mbrojtja e familjes dhe jo vetëm kaq, po duhet jemi të gjithë bashk, pa dallim feje, le të themi, kundër çdo agjente e cila dëshiron të shkatërrojë familjen. Qartë. Çfarëdo emri past, çfarëdo kështu le të themi reklame të bukur që parulla që të ketë, në momentin që goditet familja, në momentin që dëshirojnë që fëmijët tanë na i nxjerrin nga kjo trashëgimi e bukur, nga kjo gjë e mrekullueshme, dhe t'i kenë ata pastaj në kontrollin e tyre dhe të shohin përbindësha, jo më njerëz normal, atëherë ne duhet jemi kundër dhe duhet bëhemi bashkë dhe nuk duhet shohim dallimet fetare në momentin që një rrymë e caktuar apo një lëvizje e caktuar apo një frymë e caktuar cënon familjen. Bëjmë një shkëputje të shkurtër dhe rikthehemi sërish në studio. Ja pra kur rikthyem sërish në studio. Atëherë hoxhë nderuar, pak më parë ju përmendët agjendat dhe dikush kishte shkruar në një gazetë perëndimore, pra teksa e trajtonte këtë debatin e agjendës, le të themi, kundra familjes, se dy janë palët, familja dhe kundra familja, pavarësisht emrit që i vëmë shumë gjini etj. Dhe thoshte që ore ky komunitet ose kjo agjend, pse nuk shkon të jetojë në një shtet, në një ishull të vetin? Sepse thoshte zhduket, pra mas disa kohësh ata nuk bëjnë fëmijë. Po pse vin pikërisht tek familja? Pra dhe pse e qunë ai sulm për familjen, sepse thoshte është pikërisht problemi i tyre të merren me familjen. Pra nuk është ke pjesa vet, se askush nuk i ndalon ligjet, por ata kanë agjend që të hyjnë nëpër shkolla dhe të godasin familjen. Pra ky është kërcënimi real dhe direkt që ka sot familja, ose le të themi sulmi. Pas kësaj kush mund të jenë disa nga kërcënimet që realisht e rrezikojnë familjen? Atëherë, duke marrë shkas nga fjala jote, do të thonë, njerëzit nuk mund t'i robërosh pa i nxjerr nga grupimet e tyre shoqërore, nga bashkësitë e tyre shoqërore, që mund të jenë bashkësi, le të themi, nacionale, mund të jenë bashkësi fetare, mund të jenë bashkësi gjaku dhe familje. Pra, nuk mund t'i sklavërosh, nuk mund t'i fusësh në një sistem ndryshe nga sistemi
jetësor normal që zhvillohet në të sot njerëzimi, vetëm se duke i nxjerr nga dhe duke çmontuar rolin e familjes. Deri diku, le të themi, roli i kombëve dhe i shteteve ka filluar të bjeri, deri diku roli i fesë dhe besimit është sulmuar nga të gjitha anët edhe nuk është më, le të themi, nuk është duke ju dhënë rëndësia e duhur. Tani ju ka mbetur dhe si kala e fundit sulmi ndaj familjes, për këtë arsye dhe unë e përmenda pra në pjesën e parë të emisionit që ne në çështjen e familjes nuk ka më ndasi, duhet bëhemi bashkë, se përndryshe do të zhdukemi dhe do të humbim gjithë. Normalisht që familja ka, do të thonë, përballet me disa sfida të forta. Le të themi sfida kryesore është sfida e dobësimit në fe dhe në besim. Kur njeriu dobësohet në fe dhe në besim, nuk e sheh më familjen si prioritet dhe si diçka të rëndësishme, po e sheh si diçka që është, le të themi, nevojë fiziologjike, e sheh si diçka që duhet bërë për pasur vazhdimsinë apo si nevojë. Kurse kur ka fe dhe besim, përveç kësaj ai e sheh si një kënaqësi e Zotit, e sheh se duke ndjekur rrugën e profetit, e sheh se familja kështu do të jemi bashkë edhe në botën tjetër, shpërblimi është shumë i madh, çfarëdo që të bëjnë brezat që do të vinë mbas meje mua do të mbi sevapi dhe shpërblimi etj. Pra është këndvështrim tjetër. Gjë tjetër që le të themi, domethënë e sfidon familjen sot është materializmi. Pa ne jetojmë, sidomos tek ne le të flasim që njerëzit kanë dalë nga një brez i cili është rritur shumë materialist. Materializmi nuk të lën të zhvillosh një familje të shëndetshme. Madje materializmi shkatron edhe familjet e shëndetshme. Unë di raste që familje po shkatrohen si në Perëndim, si në Evropë, si në Shqipëri, duke u shkuar shumë mbas materializmit. Pra, ose do të vonoj në krijimin e familjes, jo po karrierë, jo po të kem parë, jo po të kem këtë, jo po të kem një shtëpi, ose zotni iku jeta, shkove 30, shkove 35 e para. Ose kur ka familje, domethënë kisha një rast para ca ditësh, më ankoi dikur se fëmijët na kanë dalë jashtë kontrollit. O vllai thash, ti sa punon ta 12 orë në ditë? Sa i shef fëmijët? I shoh ose nuk i shoh tha. Tani ti më ankosh mas 15 vitesh se fëmijët janë tjetërsuar, po normal më qenë tjetërsuar se nuk kanë parë babë tek shtëpia. Pra, materializmi edhe është pengesë. Kur them materializmin, ne nuk kemi kundër materializmit, se ne me këtë materializëm po ndërtojmë jetën tonë. Pra nuk është Islami anti, por se në momentin që te kalon, bravo, në momentin që te kalon saqet dhe fillon dhe godet vlerat e ndërtuara deri më sot, atëherë bëhet problem. Arsyeja e tretë, mendoj, domethënë që është, le të themi, sfidë e kësaj kohe është teknologjia. Teknologjia, domethënë, po i çon njerëzit sot drejt një bote individualiste, sikur s'ka nevojë për asgjë. Di unë raste që flas me njerëz që njoh, ora për çfarë nuk martohesh, po sikur ka çdo gjë, domethënë, edhe teknologjia thash pra, domethënë, po i dëmton shumë njerëzit. Vetë mjaftohen ato që shohin, vetë mjaftohen ato që kalojnë kohën aty dhe nuk i bën më përshtypje asgjë. Le të themi një sfidë tjetër që ka familja është mungesa e shembujve të mirë. Pra, s'ka modele. S'ka modele të mira, domethënë prindrit, martesat, le të themi, problematike kanë lënë një shije jo të mirë tek fëmijët, të rritur me trauma, edhe i duket sikur po të vazhdoj ai, do të vazhdoj në të njëjtën linjë, edhe i duket që kjo nuk është normale. Po faktikisht kjo nuk është e vërtetë. Unë di raste shumë të familjeve shumë të suksesshme, të cilët kanë dalë nga familje problematike, sepse i ka shërbyer, si më thon, shembulli, eksperjenca e familjes së tij që mos të bëjë të njëjtat probleme ai në familjen e krijuar, ndërkohë që ka ndodhur dhe rasti tjetër që ka ecur në të njëjtën linjë. Pra çfarë ka bërë Jati, vazhdon ta bëjë Biri, ose çfarë ka bërë Ema, vazhdon ta bëjë e Bia, ndërkohë që ka raste të tjera, për shkak të mirë edukimit, për shkak të mirë shkollimit, për shkak të leximit, për shkak të besimit etj, fëmia nuk ka trashëguar problematikat që ka marrë, domethënë, nga familja. Le të themi, domethënë, ndoshta pra mund t'i përmbledhim, përveç atë që përmend në fillim agjendat, këto, si më thon, le të themi, këto janë sfidat më të mëdha. Në vetvete se lindë një pyetje. Pra është ajo që e thot edhe na bursi një nga thirrësit më me zë sot që janë në Perëndim, por edhe në Siri.
thotë që vetë pasioni që ka njeriu, instinkti është si puna e karburantit. Pra nëse ti i vën flakën një cisterne nafte, hedh gjithë qytetin në erë. Por thot po e kanalizove thot nga rrugët inxhinierike, ti prodhon energji, pra makinat, avionët. Le të themi, kjo që rinja sot qahet më shumë, që thot pse feja duket sikur më kufizon ke drejtat e mia. Dhe kanalizimi drejt familjes. A i ngjason pra kësaj lloj analogjie? Pra vetë degradimi e kërcënon familjen, është ke këto pika? Absolutisht, po. Do të thonë Islami nuk është kundër, le të themi, natyrshmërisë së Zotit, që njeriu të ketë, le të themi, pasion, dëshirë, që njeriu të ketë në gjuhën, le të themi, më vulgar kështu epshet. Kjo është normale. Dhe Islami nuk është kundër kësaj. Si e menaxhon? Absolutisht, thjesht mënyra se si duhet menaxhuar. Pra e kërcënon familjen dhe për këtë arsye themi, kur ka thënë Islami boni sa më shumë fëmijë, çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë që mos shohësh gratë e huaja. Kjo do të thotë që energjitë dhe kapacitetet të kesh ku ti harxhosh, të kesh ku të shfrysh. Po, në produktivitet. Absolutisht, po. Kjo është ideja, domethënë, degradim. Për këtë arsye, domethënë, kemi një rast shumë interesant. Kohën e Profetit alayhis salam, vin një grup nga shokët e tij, thonë pejgamberi i Zotit, ne kemi vendosur të kastrohemi. Dhe zbritja ajeti kuranor që i ndaloi. Pse? Sepse nuk do Zoti që ne në emër të Zotit të kastrohemi. Qartë. Ose ato tjerë që erdhën dhe thanë që smartohemi. Çuna deri tha njëri prej tyre, 3 çuna erdhën për vizitë, dhe tha njëri prej tyre, unë tha do agjeroj, do të mbaj domethënë Ramazan në agjerim gjithmonë. Tjetri tha, unë tha do të falem gjithë natën, tha, e nuk do të flej gjumë. Tjetri tha, unë tha s'kam për të martu, tha, që ta adoroj sa më shumë Zotin. Vjen pejgamberi sa më dhe i thot Aisha kështu thanë 3 që erdhën për vizitë, 3 çuna, 3 erdhën për vizitë. Pejgamberi sa thirri që të mblidhen njerëzit në xhami, u mbush xhamia plot. Tha dëgjota, ka ndodhur kjo ngjarje sot, vetëm po ju them diçka, tha. Më i dituri, më i friksuari, më i përkushtuari dhe më i mirë te Zoti jam unë, nuk e them për t'u lavdëruar, por thjesht po ju njoftoj. Unë tha natën edhe flej gjumë dhe falem. Agjerim nga i herë mbaj, nga një herë s'mbaj, flas për agjerimin vullnetar, por tha unë jam martuar. Cili do që del nga linja ime nuk e meriton të quhet pasuesi im. Cili do që del nga linja ime nuk e meriton që të quhet pasuesi im. Kështu që, domethënë, apo kemi historinë e Selmanit me Abu Dardan, pra që i vjen një ditë për vizitë, dhe i thot, e shef se ishin vëllezër, i pati vëllëzuar Profeti alayhis salam. Dhe shef gruan e tij që nuk kishte veshur mirë, nuk ishte, sa ishin martuar, i pon përshtypje. I thot, oj kunat, siç themi ne, domethënë, si është puna, se shoh diçka që nuk shkon. Jo thotë, mirë thot, po vllai, jo thot, shumë i përkushtuar. E ka ky situatën. Kur vjen vllai vetë historia e njohur që tha unë nuk haj bukë. Pse thaj? Jo do të hajsh me mujt, po e magjrushëm, atë çele tha. Pastaj ndargët nuk e la që të flej gjumë. Nuk e la që të falej, po tha flej gjumë. Pastaj në fund të natës u falen të dy, të nesër shkuan tek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Tha, ka të drejta Selmani, i pi gjithë secilit hakun e vet, apo rasti i Amr ibn al-Asit me çunën e vet. E martoi Amr ibn al-Asit çunën e vet Abdullah. Dhe ditën e parë, ditën e dytë, ditën e tretë shef nusën plaku, pra vjerri, e shef që nusja s'po i kushton rëndësi vetes. Tha nusë e re, mos më kushton rëndësi vetes, ka diçka që nuk shkon. Qartë. O biji tha, si është puna? Pra ai vjerri i vërtet, ai plaku i mirë. O i biji tha, si është puna? Tha, ka diçka që s'shkon. Jo tha, djali tha, si po shkon puna me çunin? Jo tha, mirë tha, shumë adhurues. E kapi. Shumë adhurues. Tha, çunati këtu, tha, si po shkon me nusën? Mirë, tha. O, si po shkoni, tha, mirë, tha. Si mirë, tha. Qa bën ti natën? E pyet baba tani të birit. Falem, tha. Po sot, tha, jam agjërueshëm. Nuk i foli fare. Shkon dhe ankohet tek Profeti alayhis salam. Tha, o pejgamberi zot, nga zon halli me çunin, tha. Po e kam martu, tha, i rritu fal, tha, agjëron. Tha pejgamberi sa se ma thirr. E thirri. Vjen tek pejgamberi sa më thot, çfarë bën ti? I thot pejgamberi sa. Thot falem, agjëroj, thot dëgjoj, thot pejgamberi sa. Nëse ke për të falë, tha, falu 1/6 e natës. Nëse ke për të agjëruar, tha, agjëro 3 ditë në muaj. Jo, mund të më shumë mirë, tha, ekstremi që mund të bësh, tha, është 1 ditë po 1 ditë, jo. Po Kuranin tha pejgamberi sa, lexoj në 1 muaj. Si tha në 1 muaj, unë do ta lexoj
derisa e shoh pejgamberin sa ta deri në 3 ditë, më pak se 3 ditë nuk bën ta. Nuk e kupton më ta. Pra dua të them që mbarvajtja e familjes, ruajtja e familjes ka qenë objektiv. Vetë profeti alayhis salam ndërhynte, sahabët e kanë parë si gjë të rëndësishme. Ne e kemi trashëgimi, domethënë gjyshrit tan kanë qenë me nga 10 fëmijë, me nga 8 fëmijë. Rrallë të gjejshën në brezin e gjyshëve tanë, një familje me 4 fëmijë nuk ka pas. Ndërsa sot është bërë familje me 4 fëmijë, thua, sa ke 4? Çfarë thutin valla, po ty sa shumë pas. Jo më asgjë është 4. Nga 4 fillon. E lartë. Pra, hoxhë nderuar, çdo sistem hynor shkon nga familja dhe kush e sulmon familjen është sistem diabolik, le ta themi, sistem i keq, që nuk e do të mirë e njerëzimit. Absolutisht kur. Normalisht nuk e zërojmë dot në një emision të gjitha rreth familjes, por u përpoqëm, le të themi, emblematike dhe më kryesoret, pra, që e karakterizojnë familjen. Në emër të teleshikuesve ju falenderoj që ishit sot me ne dhe që bot të shtjellime tepër dobipruese dhe informuese, dhe gjithashtu falenderoj publikun që ishte me ne sot në studio në këtë cikël të parë të emisioneve të reja që kemi nisur Familja.